Ka startuar në Star Plus sezoni i ri i emisionit Studio e hapur me gazetarin Teodor Gjerga, ku të ftuarit e parë ishin bashkëdrejtuesit e rinj të Partisë Socialiste në Shkodër, Kejsi Spahia dhe Marian Ndërshtiçaj. Në një dalje të parë për mediat, ata treguan emocionet dhe përgjithësitë e drejtimit të Partisë Socialiste në Shkodër, duke theksuar se besimi ndaj tyre është një dëshmi e aftësisë për ripërtëritje dhe rigjenerim që ka kjo forcë politike. Fitoria më e madhe që një parti politike ka është aftësia për të rigjeneruar dhe për të ripërtëri. Qoftë edhe brenda rrallëve të saj, po sidomos me njerëz që vinë edhe përtej atyre çka strukturat janë. Unë e kam thënë gjithmonë që ne sot na nevojitet absolutisht eksperjenca të vjetërve në atë çka ato kanë bërë ndër vite, qoftë në mënyrën e organizimit, po edhe në eksperiencë etike, por edhe ajo çka do e shtyj përpara Partinë Socialiste në këtë rast Bashkisë Shkodër, është energjia që besoj vetëm tritë kanë. Faza e parë pas emërimit është padyshim analiza e zgjedhjeve të fundit në Shkodër. Analiza do ketë pika konkrete, kur qëllimi kryesor është të sfidojmë këta numra që kemi marrë më përpara dhe të arrijmë fitoren në qarkun e Shkodrës padyshim. Rezultati tregon që ka pas hapësira boshllëqe që normalisht duhen korrigju. Qëllimi jonë është absolutisht që pas 2 viteve ne ta marrim, ta rifitojmë prapë Bashkinë e Shkodrës, edhe ne na duhet punojmë fort që akoma më shumë qytetarët e Shkodrës të bindën, ndoshta edhe në numra më shumë se ç'kanë qenë kanë parë si vizion në 2023 për Bashkinë. Ndërkohë Ndërshtiçaj, më herët si kandidat për deputet në siglën e Partisë Socialiste si përfaqësuesi i Dukaxhinit, komentoi atë çfarë po ndodh atje. Investimet në Dukaxhin, por edhe shëmbjen e objekteve në Theth. Realisht unë kam shprehur edhe gjatë fushatës që Dukaxhini është një potencial ekonomik, ashtu siç është Velipoja dhe zonat e tjera të Shkodrës, që me bekimin e qeverisë dhe pushtetit lokal shumë shpejt mund të jetë një ndër potencialet më të rëndësishme ekonomik. Normalisht aty kam qetë një ngrosi, një mbështetje pa kufill, unë jam shumë mirënjohës ndaj atij komunitetit, ndaj gjithë atyre që kanë mbështetur dhe kanë bërë rrugtimin tim gjatë atyre ditëve të fushatës. Normalisht nuk jam ndier mirë të pjesa se çfarë ndodhi me pjesën e Thethit dhe ajo çfarë erdhi më pas, por na presin shumë gjëra të mira për Dukaxhinin. Unë jam besim plot që është në vëmendjen e qeverisë, në vendin e pushtetit lokal, qoftë me rrugën, qoftë me pjesën e qendrën e Thethit, qoftë me rrugët që lidhen me fshatra, pageta Alper. Pra, janë disa projekte që disa kanë filluar të bëhen në zbatim, një pjesë tjetër qeveria shumë shpejt me besim që do vazhdojë investimin në zonë, kështu që Dukaxhini mbetet një zonë potenciale e rëndësishme Bashkisë Shkodër, e cila çdo ditë po rritet edhe po lulëzon, edhe për këtë jam shumë krenar dhe shumë i lumtur. Studio e hapur do të transmetohet çdo të martë dhe të njëjtë në Star Plus në orën 20:30 dhe do të trajtojë politik, zhvillimet lokale dhe qendrore, temat që prekin direkt qytetarët.